Transporti publik nuk do të jetë më në varësi të bashkisë. Nga shtatori i vitit 2026, autobuset bashkë me hapësirën ku do të parkohen dhe biletat të cilat priten të jenë elektronike do të administrohen nga shteti. Këshilli i Ministrave ka miratuar ngritjen e shoqërisë Mobal, e cila do të jetë me kapital 100% shtetëror. Shoqëria Mobal SHA ka si objekt të veprimtarisë operimin e shërbimit të transportit publik rrugor të udhëtarëve, përfshirë destinacione turistike, operimin e shërbimeve të rregullta, të specializuar të transportit të udhëtarëve, përfshirë transportin e nxënësve dhe të punonjësve arsimor, arkëtimin e tarifës së biletave në mënyrë fizike ose elektronike dhe krijimin ose sigurimin e sistemeve e të aplikacioneve elektronike për menaxhimin, informacionin dhe monitorimin e shërbimeve të transportit publik rrugor të udhëtarëve. Shoqëria e re do të operojë si një strukturë publike në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, e cila do të përfaqësojë shtetin si aksionar i vetëm. Kapitali fillestar prej 10 milion lekësh do të transferohet nga buxheti i ministrisë, ndërsa Mobal më pas do të funksionojë me vetë financim. Sipas vendimit, shoqëria Mobal SHA mund të ofrojë shërbime të tilla shtesë për subjekte publike dhe private, në përputhje me qëllimin e krijimit, fushën e veprimtarisë dhe statutin e saj.